Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak në Korçë për këtë vit u miratua buxheti i Bashkisë 2026, si dhe programi buxhetor afatmesëm 2026-2028, një dokument strategjik që përcakton drejtimet kryesore të zhvillimit të Korçës dhe njësive administrative në vitet vijuese. Buxheti i miratuar është ndërtuar mbi parimet e transparencës, përgjegjshmërisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm, duke reflektuar nevojat reale të komunitetit dhe prioritetet strategjike të Bashkisë Korçë. Kryebashkiaku Filo theksoi se edhe në vitet e ardhshme fokus do të mbetet i përqendruar në disa shtylla kryesore të zhvillimit, si zhvillimi i turizmit, si motor ekonomik dhe si promovim vlerash kulturore natyrore. Mbështetja e bujqësisë dhe zonave rurale me synim rritjen e prodhimit dhe përmirësimit të infrastrukturës, investimet në teknologji dhe shërbime digjitale për një administratë më efikase dhe më pranë qytetarëve. Edukimi dhe arsimi si themel për të ardhmen e brezave të rinj, paralelisht janë përcaktuar edhe prioritetet e investimeve për periudhën 2026-2028 me vëmendje të veçantë ndaj infrastrukturës, shërbimeve publike dhe rritjes së cilësisë jetesës në çdo lagje dhe fshat të Bashkisë Korçë. Miratimi i këtij buxheti përbën një hap të rëndësishëm në vijimsinë e punës për një Korçë më të zhvilluar, më moderne dhe më të jetueshme për të gjithë banorët, u shpreh kryebashkiaku Sotiraq Filo.